Fëmijët e klasave të dyta dhe të treta në Maqedoni janë të shkathët gjatë njohjes së shkronjave dhe leximit të fjalëve të lidhura. Megjithatë kanë problem që mjaft rrjedhshëm t'i lexojnë tekstet në mënyrë që të përgjigjen sakt në pyetjet për kuptim, tregon Studimi Nacional për Edukim Gjuhësor dhe Matematikor të fëmijëve zbatuar në kuadër të projektit të USAID-it, me leximin drejt leadershipit dhe shoqatës. Hap pas hapi, hulumtimi është zbatuar në nivel nacional në maj të vitit 2016 në ekzemplar, reprezentues prej 8.000 nxënësve të gjuhës mësimore maqedonase, shqipe dhe turke nga të gjitha shkollat fillore në Maqedoni. За да подигнеме јазична и математичка писменост. Që të arrijmë arsimim gjuhësor dhe matematikor, nevojitet mund t'i mathe dhe i prindërve në procesin e edukimit të fëmijëve të vet. Ne biseduam edhe me ministrin e punës, që ta përforcojmë kompetencën arsimore në kuadër të arsimit parashkollor dhe të arrisim përfshirjen e fëmijëve, të cilët do të kenë mundësi të përfitojnë ndonjë lloj arsimimi edhe në moshën parashkollore.